Drejtuesi politik i Partisë Socialiste Bledi Çuçi zhvilloi takimin e radhës elektorale në rajonin 3 të Vlorës, bashkë me kandidatët për deputet Zamir Asinaj, Briseida Çakori dhe Piro Vungu. Çuçi kërkoi mbështetjen me votë në zgjedhjet e 11 majit. Gjatë fjalës së tij ai përmendi disa nga investimet që kanë kryer në Vlorë gjatë qeverisjes së Partisë Socialiste. Ne duhet i themi njerëzve kudo në këto 20 ditë që kanë mbetur pse duhet votojmë Partinë Socialiste. Dhe unë besoj që janë 5 arsye të forta që ne duhet i kërkojmë njerëzve votën për Partinë Socialiste. E para ka të bëj me atë që ne kemi bërë për Vlorën. Tani nuk ka, besoj, jo në Vlorë, por në gjithë Shqipërinë, njeri që nuk mendon që Partia Socialiste e ka transformuar tërësisht Vlorën, duke e kthyer nga një qytet i humbur në një destinacion të turizmit mesdhetar. Arsyeja e dytë është për atë që ne do të bëjmë për Vlorën, që Partia Socialiste me krye Edi Ramën do të bëjë për Vlorën. Më tej në vijim të fjalës së tij ai tha se opozita me në krye Sali Berishën, kurse si nuk është një alternativë për Vlorën dhe për Shqipërinë. Çuçi vlerësoi skuadrën e Partisë Socialiste, leadershipin e Edi Ramës dhe tha se kandidatët për deputet në qarkun e Vlorës janë emra të spikatur në fushat e tyre dhe shumë përfaqësues. Arsyeja e tretë është alternativa që kemi përballë. Në 2025 vjen në Vlorë për të kërkuar mandat qeverisës Sali Berisha, i cili e çoi 2 herë në humner Shqipërinë. Arsyeja e katërt është pa diskutim skuadra Partisë Socialiste me krye Edi Ramën. Me krye një njeri që i ka dhënë dinjitet Shqipërisë, i ka dhënë dinjitet çdo shqiptari në Shqipëri dhe kudo ndodhet në botë. Mes arsyeve kryesore pse duhet mbështetur Partia Socialiste në zgjedhjet e 11 majit, Çuçi përmendi anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Arsyeja e pestë lidhet me ëndrrën e Shqipërisë për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Në 11 maj, ne, Partia Socialiste, e kërkojmë këtë mandat sepse ne do ta çojmë brenda këtij mandatit Shqipërinë në Bashkimin Evropian si një shtet me të drejta të barabarta dhe të plota e familjes europiane. Dhe askush, asnjë forcë politike, asnjë parti tjetër, asnjë koalicion tjetër nuk mund ta bëjë këtë gjë, nuk mund të realizojë këtë ëndër përveç se Partia Socialiste me krye Edi Ramën. Dhe duhet që të marrim çdo vot këtë radhë, çdo vot, sepse duhet që të konfirmojmë 100% besimin që duhet i japim Edi Ramës në mënyrë që në 2030 Shqipëria të jetë pjesë e Europës. Ne synojmë këtë radhë të bëjmë edhe një rezultat historik për Vlorën. Ne duam që nga Vlora të shkojmë në Tiranë me 9 mandate, me 9 mandate për Partinë Socialiste, sepse Vlora e meriton. Dhe Shqipëria i meriton 9 mandatet e Vlorës.